Do kalojmë tani në një personazh që në fakt nuk kemi shkuar deri në plavë, në hot të plavës e tjera, apo në Guci, ka ardhur Kaltrina Hoti në Shkodër, sepse ka një lidhje shpirtërore të paparë me Shkodrën. Për dikë mund të tingëllojë emër i ri, Kaltrina Hoti, ndërsa për rrjetet sociale dhe për mediat e ndryshme është një grua shumë revolucionare, e cila ka jetuar për shumë vite në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por ka zgjedhur të kthehet në vendindje. Ka rreth 7 vite që është kthyer në vendindjen e saj dhe lobon për çështjen e shqiptarëve. Lobon kundër asimilimit të shqiptarëve, duke vënë në vend të drejtën e shqiptarëve për gjuhën shqipe dhe për të drejtat që i takojnë në shtetin e Malit të Zi. Le të ndiqim këtë urim të saj. Të madhe ka përpara, por unë vërtet e falenderoj dhe e përgëzoj për vendosmërinë që ajo ka. Është e vërtetë. Sa e shkurtë periudha nga vera në dimër, kur kaluan kaq shpejt këta muaj dhe ne takohemi sërish në Shkodër. Në Shkodër vjen shpesh që ta dim? Shkodër kam ardhur tash, kam vizituar përpara në Kales që thojmë, po tash ti kam ardhur me përjetu frymin e Shkodrës. Sa pëlqeu kur thatë fjalën në Kales. Kalim si e themi ne. Në Kales. Jo, po në Kales më pëlqeu më shumë. Faleminderit. Ne jemi duke mbledhur disa urime për emisionin Të Tokim, po të donim nga Kaltrina, e cila vjen nga Hoti i Plavës, na jap një konkluzion si ka qenë 2025-a. Ideja e përgjithshme nga rrjetet sociale dhe nga intervista që kemi marrë ka qenë e flakt. Nuk e di nëse gjeta epitetin e duhur, sepse gjithmonë mbetesh një zë i fortë për të mbrojtur çështjet shqiptare në plavë dhe në Guci. Kështu ka qenë, luftë ka qenë? Ka qenë një luftë, mire thës edhe 2025 ka qenë një ndër vitet më sfiduese të them të drejtë, por mund të them që pikat kryesore e kemi ringjallë Hotin e Kujit, se Hoti i Kujit shpesh e kom thonë është vendi i haruar nga të gjithë përpos nga Perëndia, dhe prandaj themi jemi populli i Zotit, kemi sjellë rrymën, kemi sjellë rrugën, tashti vetëm do të ringjallemi. Pulsi ka filluar dhe domethënë pikat kryesore për 2025 kanë qenë shumë të suksesshme. Jo të lehta, por të suksesshme. Okej, pika më e dobët që ka qenë 2025-s, nuk e arritë dot këtë, po do ta lësh në 2026-ën. Cila është? Që s'u bë në 2025. Ajo që s'është bë, edhe është një pikë që te nëse ka nevojë deri në fund të jetës do ta marr. Të eci rrugës të Plavës, edhe të nisë në bjeshkën e Hotit, edhe kur ta lexoj lagjën ose rrugën të jetë në dy gjuhë. Në dy gjuhë. Faktikisht përpjekjet janë bërë në Guci, shohim që janë vënë disa emërtime, po pak me vonesë, por nuk është rri rrezja, vetëm aty në qendër më duket. Dua të them një gjë që ndoshta shumë njerëz do të më kritikojnë, për arsye se askush nuk është duke thënë të vërtetën. Gucia i mori shajat, por ajo ka qenë pritja e 6 viteve, edhe ka qenë në fund e kanë fituar për interesat politike. Unë dua shejat në plavë të dalin, pse është ligji i premtuar. Pra, se janë të gjithë rishikuese, kur flasim për shenja kemi fjalën për emërtimet e vendeve toponimet në dy gjuhë. Në gjysor, po. Të dimi që ekziston. Domethënë, unë nuk dua me fitua në interesat politike ato sheje, po për arsye se na i kanë premtuar, është në ligj dhe nuk është zbatuar për arsye se popullin ka heshtur shumë. Unë nuk jam duke heshtur, se mu personalisht po më pengon. Po ka heshtur se s'ka asnjërs Kaltrin. Kanë emigruar shumë. Po ata që kanë mbetur është dashur ta çojnë çik zërin, çik më shumë, më fort. Po si duket u demoralizuan. Po shumë mirë e ke thënë. Po edhe një gjë po e them, kudo që shkoj, të gjithë më thonë, a ka shqiptara flasin shqip? Besomni ka shumë shqiptarë që nuk jemi edhe na vetë të vetëdijshëm në plavë. Unë për veti, ta shkon e fundit, i zbulova 2 familje që ishin shqiptare. Çka dua të them? Ka më shumë shqiptarë se që mendojnë mirë, po janë të mbuluar. Ashtu dhe, sepse dikush futet në punë, janë mbyllin gojën, dikujt i bëhet një favor dhe ati janë mbyllin gojën, prandaj çka ajo diaspora duhet të jetë pak më aktive, më mbështetëse ndaj jush. Diaspora jonë, opet, unë s'kam qef me ja bo kujt veç me të mirë. E vërteta është, diaspora jonë nuk është aktive sa duhet, edhe nuk janë të fortë aq sa duhet. E kanë mundësi me qenë ndër më të mira.
Edhe këto që them Çështja parzit. ndërgjegjësimi, organizimi të gjitha me radhë. Shumë të Ja kujtojmë të gjithë teleshikuesve, ju keni jetuar në Shtetet Bashkuara të Amerikës, në cilin vend? Kom jetuar kohën më të madhe në Teksas, po kom qenë në Florida, Teksas edhe në vitet e para New Dhe York. ke 6-7 vite që e kthyer në plavë, apo jo? 7 vite e gjys, edhe ato 7 vitet e gjys nuk i ndroj për asnjë. Rini, Bravo. shkoni shëtitni, mësoni, ktheuni. Theoni vendlinjen tuaj. Theoni vendlinjen tuaj. A ndihet atmosfera e festave apo ende nuk ndihet, sepse duhet të kthehen emigrantët që t'japin gjallëri, apo ndihet? Në Jo. plavë dhe Guci, kemi festa ndaj apo jo? Për herë të parë në historinë e plavës, lirish mund ta them, kanë dalë me flamur në rrugën e plavës, e kanë festuar 28 nëntorin edhe më ka bërë zemra mal. Tani për festa kemi dekorin, atmosferën apo jo? Jo. Njerëzit nuk japin atë rëndësi. Nuk i jepin rëndësi edhe nuk e kuptoj, jemi një periudhë shumë brapa atje. E kuptoj. Shumë periudhë. Po që ja ke bërë mirë që ka në Shkodër, e ndjeve në Shkodër që erdhe? Çdo ditë kom vizituar teatrin 2-3 herë deri tani, edhe mezi po pres me 6 të dhezët bredhi. Se mos dashurohesh me këtë vend dhe na mbetesh këtu? Po, ja, veç e kom vendos me adhon gjysën e shpirtit. Ashtu, ë? Po. Jemi në një qytet që i bëjmë të tjerë të dashurohen me ne. Të gjithë thonë Shkodra është shpirti i kulturës, e unë e them edhe diçka. Është shpirti i kulturës, por edhe shpirti i njeriut. Një uri për të gjithë shkodran që janë duke ndjekur, po jo vetëm për ata, kudo ku janë shqiptarë që janë ndjekin përmes rrjeteve sociale. Çfarë do t'ju urojmë për festat e fundvitit? Ju uroj suksese dhe kudo që jeni, Kosovë, Shqipërinë, Malzi, Maqedoninë, Prishev, ngriteni zërin, se një zë i thjesht, i një bariu që ne kemi hala bari atje. Ngriteni zërin, mos rrini të mbyllur, mos rrini të përshqetur, mos lejoni hijen me ta shkeltit e kush. Ecni me hijen e tuaj, ecni me hijen e tuaj. Gëzuar ta kalosh sa më mirë edhe ti. Faleminderit. Urojmë edhe në Shkodër. Shumë mirë.